Të gjithë menduan se ai kishte vdekur në atë aksident tragjik, por e vërteta u mbajt e fshehur. Duke menduar si për mrekulli, ai u shpëtua nga një fëmijë rruge që i ndryshoi përgjithmonë fatin. Kur u ishte para të gjithë vendit, solli me vete një zbulim që do të shkatëronte gjithçka që familja e tij kishte ndërtuar. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Kapitulli 1. Kur gjithçka shembet. Nata binte mbi Tiranë si një mantel i rënd, duke mbartur me vete peshën e orëve të fundit të një dite që dukej e pafund. Dritat e qytetit vezullonin në largësi, indiferente ndaj dramës që shpalosej në titujt kryesor të gazetave, në lajmet e mbrëmjes dhe në rrjetet sociale që nuk pushonin së shpërndarit të njëjtin lajm shkatërues. Artan Prifti ishte ndarë nga jeta. Biznesmeni më i admiruar i vendit, njeriu që kishte ndërtuar një perandori nga hiçi, që punësonte mira familje dhe që ishte sinonim i suksesit dhe integritetit, ishte shuar në një aksident brutal në autostradën që lidhte kryeqytetin me Durrësin. Pamjet ishin tronditëse. Një Mercedes i zi plotësisht i shkatëruar, dyert e përdredhura si letër e zhubravitur, llamarina e karbonizuar që ende nxirrte tym, ndërsa zjarfiksit luftonin për të kontrolluar flakët që këmbëngulnin të rilimnin. Skena të thyente zemrën. Reporterët, me zërat e tyre të ngarkuar me dhimbje, përshkruanin çdo detaj me një nderim pothuajse fetar. Kishte diçka jo reale në gjithë këtë, sikur vetë jeta të kishte ndalur për të dëshmuar rënien e një gjiganti. Në studiot televizive, prezantues me kostume të errëta dhe kravata të zeza rikujtonin rrugëtimin e Artanit me atë solemnitet të rezervuar për momentet e mëdha të historisë. Shfaqnin fotot të tij kur ishte i ri, ende duke luftuar për të hapur kompaninë e tij të parë, duke buzëqeshur me atë mënyrën e përulur që i magjepste të gjithë. Pastaj vinin imazhet e ngritjes, inaugurimi i selisë së Prifti Group, çmimet e sipërmarrësit të vitit, kopertinat e revistave, fjalimet frymëzuese në evente korporative. Ishte sikur po montonin një album kujtimesh të dikujt që nuk i përkiste më kësaj bote. Dhe pastaj shfaqeshin familjarët. Bashkëshortja e Artanit, Ana Prifti, një grua me bukuri të përsosur dhe qëndrim gjithmonë elegant, u shfaq para kamerave e mbështjell me një fustan të zi diskret, sytë e fshehur pas syzeve të errëta të mëdha, pavarësisht se ishte natë. Ajo fliste me zë të dridhur, duke zgjedhur çdo fjalë me kujdes, si dikush që reciton një tekst të provuar mijëra herë para se të ngjitej në skenë. Thoshte gjëra të bukura për bashkëshortin, për trashëgimin që ai linte, për dhimbjen e padurueshme të humbjes së dashurisë së jetës së saj. Lotët rridhnin në momentin e duhur, as para e as pas të nevojshmes. Ajo fshinte fytyrën me një shami të bardhë më ndafshi, gjithmonë duke ruajtur qetësinë, gjithmonë duke u dukur si vejusha perfekte. Pranë saj ishte Genc Prifti, vëllai i Artanit. Të dy ngjanin fizikisht, por ndërsa Artani kishte gjithmonë një ajër serioziteti të zbutur me mirësi, Genci kishte një shikim më të ashpër, më llogaritës. Edhe ai vishte të zeza, edhe ai fliste për tragjedinë me keqardhje, por kishte diçka në gjestet e tij që nuk përputhej plotësisht me zinë. Ndoshta ishte mënyra se si sytë e tij shmangeshin shpejt nga kamerat, ose ndoshta mënyra se si grushtet e tij shtrëngoheshin sa herë që dikush përmendte emrin e vëllait. Por askush nuk i kushtonte vëmendje kësaj. Në fund të fundit, çdo njeri e përballon humbjen në mënyrën e vet, apo jo? Tronditja ishte kombëtare. Biznesmen, politikan, artist, të gjithë shpreheshin në rrjetet sociale duke dërguar ngushëllime. Lulet filluan të grumbulloheshin para selisë së kompanisë, duke formuar një det shumë ngjyrash homazhesh. Pankarta të shkruara me dorë thoshin gjëra si faleminderit që besuat në Shqipëri dhe do të kujtohesh gjithmonë. Njerëzit qanin me të vërtetë, sepse Artan Prifti nuk ishte thjesht një biznesmen i pasur. Ai shihej si dikush që bënte ndryshimin, që krijonte vende pune, që ndihmonte projekte sociale, që besonte te njerëzit. Për shumë, ai përfaqësonte provën se ishte e mundur të fitoje me dinjitet. Por ndërsa i gjithë vendi përkulej në zi, e vërteta ishte krejt ndryshe. Larg projektorëve, gazetave dhe kamerave, larg. Gjithçka që përfaqësonte jetën publike të Artan Priftit, realiteti ishte shumë më mizor dhe shumë më i errët. Artani nuk ishte ndarë nga jeta. Artani ishte gjallë. Por vetëm teknikisht gjallë. Në një rrugë dytësore të harruar në rrethinat e Kamzës, ku bimësia rritej e çrregullt anash dhe shtyllat e ndriçimit ishin të rralla dhe të largëta, një trup dërgjej në asfaltin e ftohtë dhe të lagësht.
Shiu kishte filluar të binte disa orë më parë, fillimisht si një vesë e hollë dhe pastaj si një përmbytje e dhunshme që lante gjakun nga gurët dhe e shndërronte tokën në balë. Trupi ishte i rënë anash, krahët në kënde të çuditshme, rrobat të grisura dhe të pista, fytyra e mbuluar me prerje dhe mavijosje që tashmë kishin filluar të enjteshin. Ishte Artan Prifti. Por askush nuk e dinte. Ai ishte lënë aty që askush të mos e gjente kurrë. Rruga ishte pak e frekuentuar, veçanërisht gjatë natës dhe me atë shi të rrëmbyeshëm. Makina kalonin her pas here, por gjithmonë me shpejtësi të madhe, me shoferët të përqendruar vetëm për të arritur sa më shpejt në destinacion. Askush nuk shikonte anash. Askush nuk ndalonte. Askujt nuk i bëhej vonë se çfarë mund të ishte aty, i braktisur në errësirë. Artani luftonte për të mbajtur sytë hapur. Çdo frymëmarrje ishte një betejë. I gjithë trupi i dhimbte në një mënyrë që ai kurrë nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur. Ndihej sikur ishte përplasur nga një tren dhe pastaj hedhur nga një shkëmbë. Këmbët nuk u përgjigjeshin komandave të trurit. Krahët mezi lëviznin. Shikimi i shkonte e i vinte, duke alternuar mes qartësisë së çastit dhe një errësire që kërcënonte ta gëlltiste plotësisht. Ai përpiqej të kujtonte se çfarë kishte ndodhur, por kujtimet vinin të fragmentuara, si copa të një puzle që nuk arrinte ta montonte. Kujtonte se ishte në makinë. Kujtonte kujtimin, shoferin e tij të besuar, atë njeri që punonte me të prej më shumë se 10 vjetësh dhe që gjithmonë kishte qenë diskret, i përpikt dhe efikas. Kujtonte se kishin dalë nga mbledhja më herët se ç'ishte planifikuar. Kujtonte se e kishte zënë gjumin në sediljen e pasme, i lodhur pas një dite intensive negociatash. Dhe pastaj kishte ndodhur diçka e çuditshme. Artani nuk arrinte të kujtonte saktësisht se çfarë, por kujtonte ndjesinë. Një frenim i beftë. Një tronditje e dhunshme. Zhurma e metalit që përdridhej. Një dhimbje e mprehtë në kokë. Dhe pastaj zbrazëtia. Kur u zgjua, ishte tashmë aty, i hedhur në atë rrugë. Vetëm. I braktisur. Dhe kujtimi ishte zhdukur. Thjesht ishte zhdukur, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Artani u përpoq të bërtiste, por zëri nuk i dilte. U përpoq të zvarritej, por muskujt nuk i bindeshin. Gjithçka që arrinte të bënte ishte të rrinte shtrirë aty, duke ndjerë shiun e ftohtë që i lagte trupin tashmë të mpirë nga të ftohtit, ndërsa ndërgjegjja i shkonte e i vinte si një dritë që pulson para se të fiket përfundimisht. Ai nuk e dinte sa kohë kishte kaluar. Mund të ishin minuta, mund të ishin orë. Koha kishte humbur kuptimin. Gjithçka që ekzistonte ishte dhimbja, i ftohti dhe siguria në rritje se ai do të ishte fundi i tij. Aty, në atë rrugë të harruar, pa askënd për të dëshmuar, pa askënd që t'i bëhej vonë. Por pastaj, në mes të asaj errësire totale, diçka ndryshoi. Një zhurmë. Hapa të lehtë. Një prani. Artani i detyroi sytë të hapeshin, edhe pse vetëm një të qarë. Përmes perdes së shiut dhe mjegullës që ja turbulonte shikimin, ai arriti të dallonte një figurë të vogël që po afrohej. Ishte një fëmijë. Një djalë. Djali duhet të ishte rreth 12 ose 13 vjeç, ishte e vështirë të thuaj me siguri në dritën e paktë që kishte. Ishte i dobët, pothuajse skeletik, me rroba të vjetra dhe të grisura që i vareshin lirshëm në trupin e tij të vogël. Këmbët i kishte zbathur, të mbuluara me balë. Flokët e shpupuritur i ngjiteshin në fytyrën e lagur nga shiu. Ai mbante një qese plastike në duar, me siguri plot me kanaçe dhe shishe që i kishte mbledhur gjatë ditës. Djali ndaloi kur pa trupin në tokë. Për një moment, mbeti vetëm duke shikuar, sikur të mos dinte çfarë të bënte. Artani mund të shihte shprehjen e frikës në sytë e djalit, të përzier me diçka tjetër, ndoshta kureshtje, ndoshta dhe mshuri. Djali bëri një hap përpara, hezitues, dhe pastaj një tjetër. Kur arriti mjaftueshëm afër, ai u ul pranë Artanit. Djali zgjati dorën e dridhur dhe preku lehtë shpatullën e burrit të plagosur. Artani e ndjeu atë prekje sikur të ishte një spirancë që e tërhiqte përsëri në realitet, duke e penguar të mbytej plotësisht në errësirë. Djali afroi fytyrën, duke vëzhguar plagët, sytë e zgurdulluar nga ajo që shite. Ai mërmëriti diçka, por Artani nuk arriti ta kuptonte. Ndoshta ishte vetëm zhurma e shiut që mbulonte fjalët, ose ndoshta ishte ndërgjegjja e tij që po dështonte përsëri. Dhe pastaj djali bëri diçka të jashtëzakonshme.
Në vend që të ikte, në vend që thjesht të vazhdonte rrugën e tij dhe ta linte atë të huaj në fatin e tij, ai vendosi të ndihmonte. Pa e ditur se kush ishte ai burr, pa e imagjinuar rëndësinë apo fuqinë e tij, i shtyr vetëm nga një instinkt humanizmi që shumë të rritur e kishin humbur prej kohësh, djali vendosi se nuk do ta linte askënd aty për të vdekur vetëm. Me një forcë që dukej e pamundur për dikë kaq të brish, djali filloi ta zvarriste Artanin. Centimetër pas centimetri, ai tërhiqte trupin e rënë nëpër asfaltin e lagur, duke ndaluar her pas here për të marrë frymë dhe pastaj duke rifilluar. Ishte një përpjekje herkuliane për dikë kaq të ri dhe të kequshyer, por djali nuk hiqte dorë. Kishte një vendosmëri të egër në ata sy të lodhur, një refuzim për të pranuar se ajo jetë mund të shojë thjesht kështu. Artani hynte dhe dilte nga ndërgjegjja gjatë gjithë rrugës. Ndonjëherë hapte sytë dhe shihte qiellin e errët sipër tij, pikat e shiut që binin si lot të pafund. Herë të tjera shihte vetëm errësirë. Por gjithmonë ndjente tërheqjen e vazhdueshme, ato duar të vogla që mbanin rrobat e tij dhe e zvarrisnin drejt një vendi që ai nuk e dinte se ku ishte. Pas asaj që u duk si një përjetësi, ata më në fund arritën. Ishte një magazin e braktisur, ose ajo që kishte mbetur prej saj. Muret ishin të zhveshura, të mbuluara me grafite dhe myshk. Gjysma e çatis ishte shembur, duke lejuar shiun të hynte nga disa hapësira. Dyshemeja ishte prej betonit të plasaritur, e mbuluar me papastërti dhe rënoja. Por ishte një streh. Ishte më mirë se rruga. Djali e zvarriti Artanin brenda, duke e vendosur në një cep ku ende kishte një pjesë të çatis të paprekur. Pastaj doli me vrap dhe u kthye me copa kartoni, disa lecka të vjetra dhe madje edhe një mushama të grisur. Me to, ai improvizoi një lloj shtrati, duke e vendosur Artanin mbi shtresat e kartonit për ta izoluar pak nga dyshemeja e ftohtë. Më pas, djali kërkoi në sendet e tij të pakta. Nga një thes i fshehur pas disa tullave të lëvizshme, ai nxori një shishe plastike me ujë të turbullt dhe një copë bukë të fortë. Pa hezituar, ai ia ofroi të gjitha Artanit. Biznesmeni, edhe pse pa forca, arriti të pinte disa glënika. Uji kishte shije të çuditshme, me siguri ishte i ndotur, por në atë moment ishte nektari më i çmuar në bollë. Djali pastaj mori një leckë relativisht të pastër, e lagu me ujë dhe filloi të pastronte plagët e Artanit me kujdes, duke bërë më të mirën që mundej me aq pak sa kishte. Ishte një skenë që dukej e pamundur. Njeriu më i pasur i Tiranës, biznesmeni që komandonte biznese milionëshe, duke u kujdesur nga një djalë rruge që nuk kishte as ku të flinte. Por aty, në atë moment, nuk ekzistonte dallim klasash, nuk ekzistonte para apo pushtet. Ekzistonte vetëm një qenie njerëzore që ndihmonte një tjetër, e shtyr nga dhëmshuria e pastër. Artani e shikoi djalin përmes syve gjysmë të mbyllur. Edhe në gjysmë errësirë, edhe përmes mjegullës së dhimbjes, ai arriti të shihte fytyrën e atij djali. Ishte një fytyrë e shënuar nga ashpërsia e jetës, nga ditët pa ushqim të mjaftueshëm, nga netët duke fjetur jashtë. Por ishte gjithashtu një fytyrë e ndriçuar nga një mirësi e rrallë, nga një pastërti që vuajtja ende nuk kishte arritur ta shkatërronte plotësisht. Djali vuri re se Artani po e shikonte dhe i dhuroi një buzëqeshje të vogël, të ndrojtur dhe të pasigurt. Ishte një buzëqeshje që thoshte shumë gjëra pa përdorur fjalë. Thoshte se gjithçka ishte në rregull, se ai do të kujdesej për atë të huaj, se nuk kishte nevojë të kishte frikë. Artani u përpoq të fliste, u përpoq të falënderonte, por zëri nuk i dilte. Gjithçka që arriti ishte një lëvizje pothuajse e padukshme me kokë, një gjest minimal që shpresonte se djali do ta kuptonte si mirënjohje. Dhe djali e kuptoi. Ai tundi kokën në shenjë përgjigjeje, pastaj u ul pranë Artanit, duke mbështetur shpinën në murin e lagësht. Qëndruan kështu për një kohë të gjatë, burri i plagosur i shtrirë në dyshemen e improvizuar dhe djali duke bërë roje pranë tij, sikur të ishte një mbrojtës i papritur por jashtëzakonisht i guximshëm. Jashtë, shiu vazhdonte të binte me forcë, duke larë qytetin dhe duke fshirë çdo gjurmë të asaj që kishte ndodhur atë natë të tmerrshme. Në televizione, lajmet vazhdonin të përsërisnin të njëjtën histori. Artan Prifti ishte ndarë nga jeta, një tragjedi kombëtare, një humbje e pasvendësueshme. Ana dhe Genci vazhdonin të merrnin ngushëllime, të firmosnin dokumente, të riorganizonin perandorinë që tani u përkiste atyre. Ata nuk e kishin idenë se vetëm disa kilometra larg, në atë magazin të harruar, njeriu që mendonin se e kishin eliminuar përgjithmonë ende merrte frymë. Ende luftonte.
Ende ka përthejej pas jetës me ndihmën e papritur të një fëmije që nuk kishte asgjë, por që ishte i gatshëm të jepte gjithçka. Nata vazhdoi e gjatë dhe e ftohtë. Artani alternonte mes momenteve të kthjelltësisë dhe delirit. Kur ishte i ndërgjegjshëm, ndjente dhimbjen therse në çdo centimetër të trupit të tij. Kur delironte, shihte imazhe të paqarta, fytyrën e anës të ftohtë dhe llogaritse, shikimin e Gencit, plot ambicie të keqfshehur, figurën e kujtimit, shoferit të tij, duke pranuar diçka nga dikush në një bisedë që Artani nuk duhej ta kishte parë, por e pa. Fragmentet e kujtesës filluan të formonin një tablo shqetësuese. Artani kujtonte tani detaje të vogla që më parë dukeshin të parëndësishme. Këmbënguljen e Gencit që ai të firmoste dokumente të reja që transferonin një pjesë të kontrollit të kompanisë. Ftohtësinë në rritje të anës në javët e fundit, mungesat e saj gjithnjë e më të shpeshta, përgjigjet e saj evazive kur ai e pyeste se ku kishte qenë. Sjelljen e çuditshme të kujtimit atë pasdite, mënyrën se si ai shmangte shikimin e Artanit në pasqyrën e pasme. Gjithçka filloi të merrte kuptim në një mënyrë të tmerrshme dhe të pamundur për t'u pranuar. Në agim, kur rrezet e para të diellit depërtuan nëpër të çarat e çatisë së shkatëruar, Artani ishte ende gjallë. Mezi, por gjallë. Dhe pranë tij, duke fjetur ulur me kokën mbështetur në gjunjë, ishte djali që ishte bërë shpëtimtari i tij i papritur. Artani e shikoi atë fëmijë dhe ndjeu diçka që prej kohësh nuk e kishte ndjerë, shpresë. Jo shpresën e zbrazët të fjalimeve korporative, jo shpresën e fabrikuar të mbledhjeve të biznesit. Ishte një shpresë reale, instinktive, e lindur nga kuptimi i thellë se ende ekzistonin njerëz të mirë në botë. Ende ekzistonte mirësi e painteresuar. Ende ekzistonte arsye për të luftuar. Dhe ndërsa dielli linte mbi Tiranë duke sjellë një ditë të re plot lajme të rreme dhe zi të shtirur, në atë magazin të braktisur lindi gjithashtu një e vërtet e thjesht por e fuqishme. Artan Prifti nuk do të hiqte dorë. Ai do të mbijetonte. Do të zbulonte gjithë të vërtetën. Dhe kur të vinte koha e duhur, do të vinte drejtësinë në vend. Jo për hakmarrje, por sepse ai djalë që e shpëtoi meritonte të shihte se e mira ende mund të fitonte, edhe kur gjithçka dukej e humbur. Kapitulli i parë i asaj historie të pabesueshme sapo kishte filluar. Dhe as Ana, as Genci, as askush që kishte komplotuar kundër tij nuk mund ta imagjinonte se çfarë do të vinte më pas. Kapitulli 2, fragmente të së vërtetës. Ditët në vijim ishin një luftë e vazhdueshme mes jetës dhe dorëzimit. Artani notonte në një gjendje që nuk ishte as ndërgjegje e as pavetdije, por diçka mes të dyjave. Ishte si të ishe i bllokuar në një limb ku koha nuk kishte kuptim dhe ku çdo moment zgjatej deri në përjetësi. Dhimbja ishte shoqëruesja e tij e vetme e vazhdueshme, një prani që kur nuk e braktiste, që i kujtonte çdo sekond se ishte ende gjallë, edhe pse mezi. Djali nuk u largua nga ana e tij. Ai flinte aty, në dyshemen e fortë të magazinës, i mbështjell me lecka të vjetra që mezi e mbronin nga i ftohti i agimit. Gjatë ditës, dilte në kërkim të ushqimit dhe ujit, duke u kthyer gjithmonë me aq pak sa arrinte të gjente, copa buke të ndenjur që dikush i kishte hedhur, fruta të shtypura që askush tjetër nuk i donte, ujë nga një çezmë publike që ndodhej disa bloqe larg. Ishte pak, shumë pak, por ishte gjithçka që ai kishte për të ofruar. Dhe e ofronte pa u ankuar, pa kërkuar asgjë në këmbim, pa bërë pyetje se kush ishte ai burr apo pse ishte në atë gjendje. Për djalin, mjaftonte të dinte se kishte dikë që kishte nevojë për ndihmë. Pjesa tjetër nuk kishte rëndësi. Artani vëzhgonte gjithë këtë përmes mjegullës së etheve dhe dhimbjes. Vëzhgonte se si djali ndante me të fetën e fundit të bukës, edhe pse kjo do të thoshte të mbetej i uritur. Vëzhgonte se si ai lagte lecka me ujë të freskët dhe ja vendoste mbi ballin që i digjej nga ethet, në përpjekje për të ulur temperaturën. Vëzhgonte se si ai i fliste Artanit edhe pa marrë përgjigje, duke i treguar për ditën e tij, për gjërat që shihte në rrugë, për ëndrat që ende guxonte të kishte. U deshën 5 ditë të plota që Artani të arrinte më në fund të artikulonte një fjalë. Po agonte, dhe djali sapo ishte kthyer me një shishe ujë dhe disa banane që i kishte gjetur disi. Ai u gjunjëzua pranë Artanit dhe filloi ta ndihmonte të pinte, duke anuar shishen ngadalë që ai të mos mbytej. Dhe ishte atëherë që Artani arriti të pëshpëriste, me një zë të ngjirur që mezi e njohu si të tijin, faleminderit. Djali gati sa nuk e lëshoi shishen nga duart nga habia. Sytë e tij u zgurdulluan dhe një buzëqeshje e madhe i ndriçoi fytyrën e dobët.
Ai nuk tha asgjë, vetëm tundi kokën me forcë, sikur ajo fjalë e vetme të vlente më shumë se çdo fjalim i përpunuar. Nga ajo ditë, Artani filloi të përmirësohej gradualisht. Ethet filluan të uleshin pak nga pak. Shikimi u bë më pak i turbull. Gjymtyrët filluan të përgjigjeshin më mirë komandave të trurit. Ishte ende shumë larg të qenit mirë, por të paktën nuk dukej më se do të rrëshiste në anën tjetër në çdo moment. Dhe ndërsa mendja i kthjellohej, pyetjet filluan të lindnin. Artani duhej të kuptonte se kush ishte ai djalë që e kishte shpëtuar. Duhej të dinte historinë e tij, emrin e tij, si kishte përfunduar në atë jetë braktisjeje. Ishte një pasdite, kur dielli hynte përmes të çarave të çatis duke krijuar modele drite dhe hije në dyshemen e pluhurosur, që Artani më në fund arriti të bënte pyetjen që i sillej në mendje, si e ke emrin? Djali ishte ulur pranë tij, duke ngrënë ngadalë një biskot që e kishte gjetur disi. Ai ndaloi së përtypuri kur dëgjoi zërin e Artanit, sytë e tij shkëlqenin nga befasia që dikush po fliste me të vërtetë. Luan, u përgjigj ai thjesht, me një buzëqeshje të ndrojtur. Më quajnë Luan. Artani e përsëriti emrin në mendje, duke e gdhendur sikur të ishte gjëja më e rëndësishme në botë. Luan. Emri i djalit që i kishte shpëtuar jetën kur familja e tij e kishte lënë për të mos ekzistuar më. Po ju, zotëri? Pyeti Luani me një kurreshtje fëminore që binte ndesh me pjekurinë e detyruar që jeta në rrugë ja kishte imponuar. Si quheni ju? Artani hezitoi. A duhej t'i tregonte të vërtetën? A do të ishte e sigurt? Por duke parë ata sy të sinqert, atë fytyrë që nuk njihte ligësi apo qëllime të dyta, ai vendosi se Luani e meritonte ta dinte. Artan, tha ai. Emri im është Artan. Luani tundi kokën, qartësisht pa e njohur emrin. Për të, Artani ishte thjesht një burr tjetër i plagosur, jo biznesmeni i famshëm, vdekja e supozuar e të cilit kishte tronditur të gjithë vendin. Dhe kishte diçka çliruese në këtë, të ishe thjesht Artan, pa të gjithë titujt dhe pritshmëritë që vinin me mbiemrin e tij. Në ditët që pasuan, ata biseduan shumë. Ose më mirë, Luani fliste dhe Artani dëgjonte, duke ruajtur çdo fjalë, çdo detaj për jetën e atij djalit të jashtëzakonshëm. Luani ishte 13 vjeç, do të mbushte 14 pas 2 muajsh. Kishte lindur në një lagje të varfër në kombinat, biri një nëne që punonte si pastruese dhe i një babai që ishte zhdukur para se ai të lindte. E ama kishte bërë çmos për të arritur mirë, duke punuar në 2, ndonjëherë 3 punë, gjithmonë duke luftuar për të vënë ushqim në tryezë dhe për ta mbajtur djalin në shkollë. Por pastaj, 2 vjet më parë, ajo ishte sëmurur. Luani nuk e kuptonte mirë se çfarë ishte, të rriturit përdornin fjalë të komplikuara që ai nuk i njihte, por e dinte se ishte diçka e rëndë, diçka që e bënte nënën e tij të dobësohej dita ditës derisa një ditë ajo thjesht nuk u zgjua më. Pa familje dhe pa ku të shkonte, Luani përfundoi në rrugë. U përpoq të qëndronte në strehimore, por gjithmonë përfundonte duke ikur. Thoshte se atje ndihej i burgosur, i vëzhguar, sikur të kishte bërë diçka të gabuar vetëm pse ishte i varfër dhe i vetëm. Në rrugë, të paktën, ai kishte liri. Mund të shkonte e të vinte kur të donte, edhe pse kjo do të thoshte të vuante nga uria dhe i ftohti. Ai mbjetonte duke mbledhur kanaçe dhe shishe për t'i shitur në pikat e grumbullimit të skrapit, duke bërë punë të vogla kur mundej, ndonjëherë duke marrë ushqim nga njerëz bamirës që u dhimbsej gjendja e tij. Kishte mësuar të kujdesej për veten, të ishte i zgjuar, të dinte ku të gjente ushqim dhe streh kur kishte nevojë. Ajo magazinë e braktisur ishte një nga strehimet e tij të preferuara. Ishte mjaft larg qendrës së zhurmshme që askush të mos e shqetësonte, por mjaft afër një bulevardi ku mund të mblidhte materiale të riciklueshme. Aty ruante sendet e tij të pakta, aty flinte në netët më të vështira. Dhe aty e kishte sjell Artanin atë natë me shi, duke vepruar sipas instinktit, pa menduar për pasojat, vetëm duke e ditur se nuk mund ta linte askënd atje në rrugë për të mos ekzistuar më. Artani dëgjonte gjithë këtë me një përzierje admirimi dhe trishtimi. Admirim për forcën e atij djali që, pavarësisht gjithçkaje që kishte humbur dhe vuajtur, ende e ruante atë mirësi të paprekur. Dhe trishtim duke ditur se ekzistonin kaq shumë fëmijë si Luani, të padukshëm për shoqërinë, duke luftuar vetëm në një botë që dukej se nuk i bëhej vonë. Por kishte edhe një emocion tjetër që rritej brenda Artanit, faji. Ai kishte kaluar vite i zhytur në botën e tij të biznesit dhe fitimeve, aq i përqendruar në zgjerimin e perandorisë së tij saqë kishte humbur plotësisht kontaktin me realitetin e shumicës së njerëzve.
Sa herë kishte kaluar me makinë pranë fëmijëve në rrugë dhe thjesht kishte shmangur shikimin, sikur të mos ishin problemi i tij. Sa herë kishte darkuar në restorante të shtrenjta ndërsa në anën tjetër të dritares kishte njerëz që vuanin nga uria. Luani I kishte dhënë një mësim humanizmi që asnjë kurs masteri apo seminar korporativ nuk do të mund t'ia mësonte kurrë. Ndërsa ditët kalonin dhe Artani por I fitonte forcat, ai filloi të vëzhgonte më me vëmendje se çfarë ndodhte përreth. Dhe ishte Luani ai që filloi të sillte informacione që do t'i jepnin kuptim gjithçkaje në një mënyrë të tmerrshme. Djali kishte zakon të eksploronte rrethinat, gjithmonë I vëmendshëm ndaj çdo gjëje që mund të ishte e dobishme. Dhe në një nga këto endje, ai kishte vënë re diçka të çuditshme. Kishte burra që silleshin vërdall në zonë. Nuk ishin të pastre siç ishte mësuar të shite, as punëtor të zakonshëm. Ishin burra të veshur mirë, me kostume dhe këpucë me shkëlqim, qartësisht jashtë vendit në atë lagje të harruar. Luani I tregoi Artanit se si ishte fshehur pas një muri ndërsa dy nga këta burra bisedonin pranë një makine të zezë. Ata flisnin me zë të ulët duke parë përreth me nervozizëm, por djali kishte një veshë të mprehtë dhe arriti të kapte pjesë të bisedës. Njëri prej tyre thoshte diçka për t'u siguruar që nuk kishte të mbijetuar. Tjetri përgjigjej se po, se gjithçka ishte zgjidhur, se trupi nuk do të gjendej kurrë. Pastaj përmendën diçka përpara, për transferta bankare që më në fund mund të bëheshin pa pengesa. Dhe pastaj njëri prej tyre tha një emër që ja ngriu gjakun Artanit, Genc. Ata thanë se Genci ishte I kënaqur me punën dhe se do të kishte një bonus shtesë për të gjithë të përfshirët. Kur Luani mbaroi së treguari, heshtja që pllakosi në magazin ishte e rëndë dhe shtypse. Artani mbylli syt, duke ndjerë një përzierje zemërimi dhe dhimbje që shkonte shumë përtej plagëve fizike. Ishte një dhimbje që të priste shpirtin, dhimbja e tradhtisë së gjakut, dhimbja e zbulimit se vëllai I tij kishte planifikuar fundin e tij. Por pse? Pyeti Luani me atë pafajësinë e dikujt që ende nuk ishte korruptuar plotësisht nga ligësia e botës. Pse dikush do ta bënte këtë? Artanit ju desh pak kohë për t'u përgjigjur. Kur më në fund e bëri, zëri I tij ishte I ngarkuar me një hidhërim që nuk e dinte se ishte në gjendje ta ndjente. Përpara, luan. Për pushtet. Për lakmi. Të njëjtat gjëra që I bëjnë njerëzit të harrojnë se çfarë është e drejtë dhe e gabuar. Dhe pastaj Artani filloi t'i tregonte historinë e tij djalit. I tregoi për perandorinë e tij të biznesit, për vitet e punës së palodhur për të ndërtuar gjithçka nga hiçi. I tregoi për Gencin, vëllain e tij më të vogël, që gjithmonë kishte jetuar në hijen e tij, gjithmonë I pakënaqur që nuk ishte I parlinduri, gjithmonë ziliqar për suksesin e Artanit. I tregoi për Anën, gruan që e kishte dashur thellësisht dhe që tani kuptonte se ndoshta kurrë nuk ja kishte kthyer atë dashuri në të njëjtën mënyrë. Luani dëgjonte gjithçka me sy të zgurdulluar, duke u përpjekur të përpunonte madhështinë e asaj historie që dukej si e dal nga një telenovel. Por ishte e vërtetë. E tmerrshme dhe dhimbshëm e vërtetë. Në ditët në vijim, Luani u bë syt dhe veshët e Artanit në botën e jashtme. Djali dilte çdo ditë, duke vëzhguar fshehurazi ata burra misterios, duke shënuar në mendje gjithçka që shite dhe dëgjonte. Ishte e rrezikshme dhe Artani shqetësohej për sigurinë e djalit, por Luani këmbëngulte. Thoshte se pas gjithë asaj që po kalonte Artani, minimumi që mund të bënte ishte të ndihmonte. Dhe informacionet që sillte Luani ishin gjithnjë e më shqetësuese. Burrat vazhdonin të shfaqeshin. Ndonjëherë ishin të njëjtët, ndonjëherë ishin të ndryshëm. Por të gjithë dukej se po kërkonin diçka, ose po verifikonin nëse vërtet nuk kishte asgjë aty. Luani I dëgjonte të përmendnin përsëri emrin e Gencit dhe gjithashtu të një gruaje që e quanin Ana. Flisnin për takime sekrete, për dokumente të firmosura, për lehtësinë me të cilën gjithçka ishte ekzekutuar. Ishte një pasdite veçanërisht e nxehtë, kur dielli e shndërronte magazinën në një furrë që Luani solli informacionin më tronditës. Ai kishte ndjekur njërin nga burrat deri në një kafene aty pranë, duke ruajtur distancën por gjithmonë I vëmendshëm. Burri ishte takuar me një tjetër dhe Luani arriti të ulej në një tavolinë aty pranë, duke u shtirur sikur ishte I zënë me një libër të vjetër që e kishte gjetur në plehra. Dhe pastaj dëgjoi njërin prej tyre të thoshte se kujtimi, shoferi, ishte I fshehur diku në fshat. Thanë se ai kishte marrë një shumë bujare për shërbimin e kryer, por se ishte më mirë ta mbanin larg derisa gjërat të qetësoheshin plotësisht.
Njëri prej tyre qeshi, duke thënë se kujtimi kishte qenë gjenial në mënyrën se si e kishte shkaktuar aksidentin pa lënë prova të pjesëmarrjes së tij. Luani ja përsëriti çdo fjalë Artanit, duke vëzhguar se si fytyra e burrit që e kishte shpëtuar mbyllej në një shprehje dhimbjeje të thellë. Nuk ishte vetëm dhimbja fizike e plagëve që ende po shëroheshin. Ishte dhimbja e tradhtisë e shumë fishuar me 3, një vëlla, një grua dhe një punonjes i besuar, të gjithë të bashkuar në një komplot për ta eliminuar. Dhe pse të lanë gjallë? Pyeti Luani, zëri i tij i vogël duke thyer heshtjen e rëndë që ishte instaluar. Artani mendoi për një moment të gjatë para se të përgjigjej. Ata nuk e dinë se jam gjallë, Luan. Ata mendojnë se më lanë atje për të mos ekzistuar më. Kjo duhet të jetë arsyeja pse nuk e konfirmuan. U larguan duke besuar se nuk do të mbjetoja. Dhe po të mos më kishe gjetur ti, do të kishin pasur të drejtë. Djali u afrua dhe preku butësisht shpatullën e Artanit, një gjest i thjesht por i ngarkuar me kuptim. Por unë të gjeta, tha ai me bindje. Dhe ti do të bëhesh mirë. Ne do të zbulojmë gjithçka dhe do të bëjmë atë që është e drejtë. Artani e shikoi atë djalë 13 vjeçar, atë fëmijë që duhej të ishte i shqetësuar vetëm për lojra dhe shkollë, por që në vend të kësaj ishte aty, duke u kujdesur për një të huaj dhe duke rrezikuar për ta ndihmuar të zbulonte një komplot të rrezikshëm. Dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngohej me një emocion që prej kohësh nuk e kishte ndjerë, dashuri të vërtetë, jo dashurinë e interesit dhe të kushtëzuar që merrte nga ata që e rrethonin, por dashurinë e pastër dhe të painteresuar të atij që jep pa pritur asgjë në këmbim. Ti je i guximshëm, Luan, tha Artani me zë të dridhur. Më i guximshëm se shumë burra të rritur që njoh. Luani ngriti supet, sikur kjo të mos ishte ndonjë gjë e madhe. Mami im thoshte gjithmonë se duhet të ndihmojmë kur mundemi. Ajo thoshte se bota bëhet më e mirë vetëm nëse secili bën pjesën e vet, edhe pse e vogël. Artani ndjeu syt t'i digjinin. Nëna e Luanit, një grua që ai kur nuk do ta njihte, që kishte punuar deri në raskapitje për t'i dhënë një jetë të denjë djalit të saj, kishte arritur t'i mësonte djalit vlera që shumë njerëz të pasur dhe të fuqishëm nuk do t'i mësonin kurrë. Ajo kishte të drejtë, tha Artani. Nëna jote ishte një grua e mençur. Luani buzëqeshi, një buzëqeshje e trisht por krenare. Ishte, po. Më mungon çdo ditë. Qëndruan në heshtje për një kohë, secili i humbur në mendimet e veta. Jashtë, Tirana vazhdonte rutinën e saj frenetike, indiferente ndaj dramës që shpalosej në atë magazin të harruar. Lajmet për Artan Priftin tashmë ishin larguar nga titujt kryesor, të zëvendësuara nga skandale dhe tragjedi të tjera më të fundit. Për botën, ai ishte tashmë vetëm një kujtim, një nekrologji e arkivuar, një histori e trisht që njerëzit e komentonin kalimthi por që shpejt e harronin. Por aty, në atë strehim të papritur, Artani ishte shumë gjallë. Dhe më shumë se kaq, po fillonte të planifikonte. Nuk ishte ende koha për të zbuluar se kishte mbijetuar. Duhej të ishte i durueshëm, strategjik. Duhej të mblidhte prova të pakundërshtueshme para se të bënte ndonjë lëvizje. Dhe për këtë, ai do të kishte nevojë për ndihmë. Ishte atëherë që Artanit ju kujtua doktor Agim Dervishi, një mik i vjetër i kohës së fakultetit. Agimi ishte mjek, një kirurg i respektuar që ishte larguar nga vëmendja publike pasi doli në pension disa vite më parë. Por më e rëndësishmja, Agimi ishte dikush të cilit Artani mund t'i besonte verbërisht. Ata kishin kaluar shumë gjëra bashkë dhe Artani e dinte se, nëse kishte një person në botë që do ta ndihmonte pa bërë pyetje të papërshtatshme, ishte ai. Problemi ishte se si ta kontaktonte pa alarmuar tradhtarët. Çdo telefonat mund të gjurmohej. Çdo mesazh mund të përgjohej. Artani duhej të mendonte një mënyrë të sigurt për të komunikuar. Dhe ishte Luani, edhe një herë, ai që solli zgjidhjen. Djali njihte një zotëri që punonte në një librari të përdorur aty pranë, një vend ku shisnin libra të vjetër. Burri ishte i mirë, gjithmonë i jepte libra të vjetër Luanit për të lexuar kur ai shfaqej atje. Luani sugjeroi se mund t'i kërkonte burrit të bënte një telefonat anonime për doktor Agimin, duke caktuar një takim diskret në një vend që vetëm Artani dhe mjeku e dinin. Ishte e rrezikshme, por ishte opsioni më i mirë që kishin. Dhe kështu, në ditën e 15 që nga aksidenti, plani u vu në zbatim. Luani doli herët atë mëngjes, duke marrë me vete një copë letër ku Artani kishte shkaravitur udhëzime të sakta.
Djali u kthye disa orë më vonë duke sjell lajmin se telefonata ishte bërë dhe se doktor Agimi kishte rënë dakord të paraqitej në vendin e treguar po atë natë. Artani ndjente një përzierje ankthi dhe shprese. Agimi ishte qelësi për shërimin e tij të plotë. Me trajtim mjekësor të duhur, ai mund të përshpejtonte shërimin e tij dhe të fillonte të punonte më aktivisht në planin e tij për të zbuluar të vërtetën. Kur ra nata, Artani bëri diçka që nuk e kishte bërë prej javësh, ai u ngrit. Këmbët i dridheshin si pelte dhe dhimbja ishte intensive, por ai arriti të qëndronte në këmbë. Luani qëndroi pranë tij, gati për ta mbështetur nëse do të rrëzohej. Së bashku, ngadalë, ata dolën nga magazina për herë të parë. Ajri i freskët i natës tiranase nuk ishte dukur kur kaq gjallërues. Artani mori frym thellë, duke mbushur mushkërit me atë ajër që kishte shijen e lirisë dhe të një shansi të dytë. Vendi i takimit ishte një park i vogël i braktisur, disa bloqe larg. Luani e kishte kontrolluar më parë për të siguruar se ishte i shkretë. Dhe atje, ulur në një stol në dritën e dobët të një shtylle, ishte doktor Agimi. Mjeku u ngrit sapo i pa duke u afruar. Shpreja e tij kaloi nga konfuzioni në tronditje absolute kur njohu Artanin. Ai vrapoi drejt tyre, sytë e tij nuk u besonin asaj që shihnin. Artan, o Zot, Artan, pëshpëriti ai me zë të dridhur. Unë mendova, të gjithë ne menduam se ti ishe ndar nga jeta. Artani buzëqeshi dobët, i mbështetur te Luani. Për pak, Agim. Për pak nuk do të isha më këtu. Por ky djalë më shpëtoi. Dhe tani kam nevojë për ndihmën tënde. Kapitulli 3, mbledhja e provave. Doktor Agim Dervishi nuk bëri pyetje atë natë të parë. Prioriteti i tij ishte të vlerësonte gjendjen e Artanit dhe të fillonte një trajtim të përshtatshëm sa më shpejt të ishte e mundur. Me duar me përvojë dhe sy klinik, ai ekzaminoi çdo plag, çdo mavijosje, çdo kockë që ende dhimbte në prekje. Diagnoza nuk ishte inkurajuese, por as nuk ishte një dënim përfundimtar. Artani kishte pësuar fraktura të shumta në brinjë, një traumë të moderuar në kokë, prerje të ndryshme të thella dhe një kontuzion të rëndë në i. Fakti që ishte gjallë dhe i ndërgjegjshëm pas 2 javësh pa trajtim të duhur ishte pothuajse një mrekulli. Do të më duhet të sjell disa furnizime, tha Agimi, ende duke përpunuar të gjithë situatën. Antibiotik, qetësues, material për fashime të duhura. Nuk mund të çoj në spital, me sa duket. Artani tundi kokën në shenjë mohimi. Çdo lëvizje zyrtare do të alarmonte pikërisht njerëzit e gabuar. E kuptoj, u përgjigj mjeku, pa insistuar për shpjegime. Do të kujdesem për gjithçka në mënyrë diskrete. Por do të duhet kohë, Artan. Kohë dhe pushim. Nuk do të jetë një shërim i shpejtë. Kështu filloi një fazë e re në atë histori të pabesueshme. Doktor Agimi u bë antari i tretë i asaj aleance sekrete, duke vizituar magazinën çdo natë, gjithmonë diskret, gjithmonë duke sjell atë që ishte e nevojshme për të trajtuar Artanin siç duhet. Ai kur nuk arrinte në të njëjtën orë, kur nuk përdorte të njëjtën rrugë 2 herë, gjithmonë verifikonte nëse nuk po ndiqej. Ishte një njeri i shkencës, por ishte gjithashtu një njeri që e kuptonte seriozitetin e situatës. Me trajtimin e duhur, shërimi i Artanit u përshpejtua ndjeshëm. Ethet pushuan. Plagët filluan të mbylleshin siç duhet. Dhimbjet, edhe pse ende të pranishme, u bën më të kontrollueshme me ilaçet që sillte Agimi. Pas 3 javësh, Artani tashmë mund të ecte pa mbështetje, edhe pse ende çalonte dhe duhej të bënte pauza të shpeshta për të pushuar. Dhe ndërsa trupi i tij shërohej, mendja e tij gjithashtu forcohej. Artani filloi të hartonte një plan të përpikt. Nuk mjaftonte të mbijetonte. Nuk mjaftonte thjesht të rishfaqej dhe t'i bërtiste botës se ishte gjallë. Ai kishte nevojë për prova konkrete, të pakundërshtueshme, që do të ekspozonin jo vetëm tradhtin, por të gjithë shtrirjen e komplotit që ishte montuar kundër tij. Luani vazhdonte të ishte syt dhe veshët e tij në rrugë. Djali kishte zhvilluar një aftësi mbresëlënëse për të vëzhguar pa u vënë re, për të dëgjuar biseda pa tërhequr vëmendjen, për të ndjekur njerëz pa ngjallur dyshime. Ishte sikur jeta e vështirë në rrugë t'i kishte mësuar aftësi që tani rezultonin të paçmueshme. Ishte përmes Luanit që Artani zbuloi se Ana dhe Genci ishin transferuar në shtëpinë e tij, duke pretenduar se ishte shumë e dhimbshme për Vejushën të vazhdonte të jetonte në rezidencën e mëparshme, plot kujtime.
E vërteta, e dinte Artani, ishte se ajo shtëpi ishte 3 herë më e madhe dhe shumë më luksoze. Të dy tashmë kishin marrë plotësisht kontrollin e perandorisë së tij, duke firmosur dokumente që transferonin aksione dhe prona në emrat e tyre. Luani zbuloi gjithashtu se ku ishte fshehur kujtimi, shoferi tradhtar. Ishte një vilë e vogël në një fshat pranë Petrelës, rreth 2 orë larg kryeqytetit. Burri po jetonte i qetë me paratë që kishte marrë për tradhtim, duke menduar se ishte i sigurt se roli i tij në atë histori të tmerrshme nuk do të zbulohej kurrë. Por të zbuloje nuk mjaftonte. Artani kishte nevojë për prova të prekshme. Dhe këtu, doktor Agimit i lindi një ide. Agimi kishte një nik që punonte me teknologji, një iri brillant i specializuar në sigurinë digjitale dhe rikuperimin e të dhënave. Djali, i quajtur Dorian, ishte diskret dhe besnik ndaj familjes. Agimi sugjeroi se ai mund ta ndihmonte Artanin të hynte nga distanca në sistemet që do të përmbanin provat e nevojshme. Artani hezitoi në fillim. Të përfshije një person tjetër do të thoshte më shumë rrezik. Por shpejt e kuptoi se nuk kishte zgjidhje tjetër. Ai nuk kishte aftësitë teknike të nevojshme për ta bërë këtë vetë, dhe koha ishte diçka që nuk e kishte me bollë. Doriani u prezantua me planin me kujdes. I riu, rreth të 25-ave, fillimisht u trondit kur zbuloi se Artan prifti ishte gjallë, por shpejt e kuptoi seriozitetin e situatës dhe u zotua të ndihmonte. Kishte diçka tek ai, një indinjat morale përballë padrejtësisë, që e bënte të donte ta shihte atë histori të përfundonte në mënyrën e duhur. U krijua një qendër e vogël operacionesh brenda magazinës. Doriani solli një laptop të vjetër por funksional, të ushqyer nga një bateri portative që e rikarikonte çdo ditë. Me atë pajisje të thjeshtë, ai filloi të bënte magjinë e tij digjitale. Sulmi i parë ishte në sistemet bankare. Doriani arriti të hynte fshehurazi në llogaritë e Gencit dhe Anës, duke gjurmuar një hartë të detajuar të gjitha lëvizjeve të dyshimta financiare që kishin ndodhur në javët e fundit. Transferta milionëshe të bëra ditë pas vdekjes së supozuar të Artanit. Depozita në llogari offshore. Pagesa për kompani fantazm që, me pak më shumë hetime, u zbulua se ishin të lidhura me kujtimin dhe burrat që Luani kishte parë duke u sjellë vërdall në zonë. Ishte si të montoje një puzle makabër. Çdo pjesë zbulonte pak më shumë nga komploti i ndërtuar me kujdes. Artani shikonte ato shifra në ekranin e laptopit dhe ndjente një përzierje zemërimi dhe mosbesimi. Ishin miliona lekë që po devijoheshin, pasuri që ai e kishte ndërtuar gjatë dekadave po plaçkitej nga njerëz të cilëve u kishte besuar. Por provat financiare, sado dënuese të ishin, nuk mjaftonin. Artani donte më shumë. Donte të kapte zërin e tradhtarëve, donte të regjistronte rrëfimet e tyre, donte prova që ishin të pamundura për t'u mohuar apo justifikuar. Dhe kështu lindi ideja më e guximshme e planit. Doriani zbuloi se Genci dhe Ana takoheshin zakonisht çdo të mërkur në zyrën që më parë i përkiste Artanit, tani plotësisht nën kontrollin e tyre. Takimet ndodhnin gjithmonë vonë natën, kur nuk kishte më punonjes në selinë e kompanisë. Aty diskutonin planet e tyre, rishikonin skemat e tyre, përgëzonin njëri tjetrin për suksesin e tradhtisë së tyre. Doriani sugjeroi se mund të hakonte sistemin e sigurisë së ndërtesës dhe të aktivizonte nga distanca mikrofonat e interfonëve dhe të kamerave të vëzhgimit. Do të ishte e mundur të regjistrohej gjithçka që thuhej në ato takime pa dyshuar askush për asgjë. Ishte e rrezikshme. Nëse zbuloheshin, i gjithë plani do të shkonte dëm. Por Artani e dinte se i duhej ajo provë. Duhej të dëgjonte nga goja e tradhtarëve konfirmimin e asaj që kishin bërë, detajet e komplotit, të vërtetën e zhveshur pa filtra apo justifikime. Operacioni u planifikua me kujdes të përpikt. Doriani do të kalonte gjithë agimin duke punuar për të siguruar që aksesi të bëhej në një mënyrë që nuk linte gjurmë. Artani, Luani dhe Agimi do të prisnin në magazin, gati për të vepruar nëse diçka shkonte keq. E mërkura e parë ishte një provë. Doriani arriti të aktivizonte sistemin pa probleme, por Genci dhe Ana mezi folën atë ditë, të përqendruar vetëm në rishikimin e dokumenteve dhe firmosjen e letrave. Asgjë me vlerë nuk u regjistrua. Në javën e dytë, ata patën më shumë fat. Kujtimi ishte shfaqur për atë takim, duke ardhur nga fshati posaçërisht për këtë. Dhe aty, në atë zyrë që më parë ishte shenjtërorja e Artanit, 3 komplotistët biseduan lirshëm, duke menduar se ishin plotësisht të sigurt.
Artani dëgjoi gjithçka përmes kufjeve të lidhura me laptopin. Çdo fjalë ishte një thik në zemrën e tij, por ai e detyroi veten të vazhdonte të dëgjonte, të regjistronte çdo sekond të asaj bisede monstruoze. Genci fliste me një gjallëri që Artani nuk e kishte parë kurrë më parë te vëllai i tij. Ai qeshte, tregonte Barsoleta se si gjithçka kishte qenë më e lehtë se sa e kishin imagjinuar. Thoshte se Artani kishte qenë gjithmonë tepër naiv, tepër besimtar, se kur nuk kishte dyshuar për asgjë edhe kur provat ishin para syve të tij. Ana e plotësonte, zëri i saj i ftohtë dhe llogaritës. Ajo fliste se sa e lehtë kishte qenë ta manipulonte Artanin emocionalisht, ta bënte të firmoste dokumente të rëndësishme pa i lexuar me vëmendje, ta shpërqendronte me premtime për rinovimin e martesës, ndërsa ajo dhe Genci përgatisnin gjithçka në prapasken. Dhe kujtimi, shoferi të cilit Artani i kishte besuar jetën e tij fjalë për fjalë, tregonte detajet e aksidentit sikur të ishte një anekdotë qesharake. Si i kishte manipuluar frenat e makinës ditë më parë. Si e kishte zgjedhur atë rrugë specifike sepse e dinte se ishte pak e frekuentuar. Si ishte shtirur sikur ishte i lënduar edhe ai, duke bërtitur për ndihmë, vetëm për t'u siguruar se askush nuk do të dyshonte tek ai. Ai gjithashtu rrëfeu se ishte kthyer disa orë më vonë, sapo kaloi shiu, për të verifikuar nëse trupi ishte ende aty. Kur nuk e gjeti Artanin, supozoi se kafshët e egra ose dikush e kishte marrë trupin, dhe vendosi se ishte më mirë të mos ia përmendte këtë Gencit dhe Anës. Në fund të fundit, rezultati ishte i njëjtë, Artani ishte zhdukur, dhe të gjithë besonin se ai ishte ndarë nga jeta. Regjistrimi zgjati gati 2 orë. Kur më në fund mbaroi, Artani kishte sytë e kuq, jo nga lotët, por nga zemërimi i pastër dhe i kontrolluar. Ai kishte dëgjuar gjithçka. Tani kishte në duar një rrëfim të plotë, të detajuar, të regjistruar në audio digjitale me cilësi të lartë. Por ende nuk ishte koha për të vepruar. Kishte edhe një element tjetër që Artani donte t'i shtonte dosjes së tij të provave. Përmes Dorianit, ai arriti të hynte në emailet personale të Anës dhe Gencit. Aty gjeti mesazhe të shkëmbyera mes tyre në muajt para aksidentit, duke planifikuar çdo detaj, duke diskutuar se si do ta ndanin perandorin, madje duke bërë shaka se si do të ishte reagimi i publikut kur lajmi të bëhej i ditur. Kishte gjithashtu emaile për avokatët, duke i udhëzuar se si të përgatisnin dokumente që do të lehtësonin transferimin e aseteve. Mesazhe për konsulentët financiar për mënyrën më të mirë për të lëvizur shuma të mëdha pa ngjallur dyshime të autoritetet. Një manual i vërtet se si të kryesh një tradhti të përpunuar dhe të përpiqesh të dalësh i pandëshkuar. Çdo provë kopjoi me kujdes, arkivoi, përgatitej për prezantimin final. Doriani krijoi kopje të shumta rezervë, të ruajtura në vende dhe pajisje të ndryshme. Nuk mund të kishte rrezik të humbisnin ato prova. Ndërkohë, Artani po punonte edhe në një aspekt tjetër të planit të tij, përgatitjen e kthimit të tij fizik. Ai duhej të ishte mjaft i fortë për të përballuar maratonën emocionale që do të vinte kur më në fund të zbulohej. Agimi e ndihmonte me ushtrime fizioterapie të improvizuara, duke forcuar muskujt e atrofizuar, duke punuar në lëvizshmërinë që ishte kompromentuar nga plagët. Luani, gjithmonë i gatshëm, kishte gjetur rroba të përshtatshme për Artanin. Nuk ishin kostume firmato siç ishte mësuar të vishte, por ishin të pastra dhe dinjitoze. Djali gjithashtu ishte kujdesur ta bënte biznesmenin të paraqitshëm, duke e ndihmuar të priste flokët dhe të rregullonte mjekrën që ishte rritur pa kontroll gjatë javëve të shërimit. Ishte mbresëlënëse të shije se si ai djalë 13 vjeçar kishte marrë kaq shumë përgjegjësi. Ai organizonte strehimin, mbante gjithçka të pastër brenda mundësive, siguronte që gjithmonë të kishte ujë dhe ushqim. Por më shumë se detyrat praktike, Luani ofronte diçka që Artani nuk e dinte se i duhej kaq shumë, shoqëri të vërtetë. Ata bisedonin shumë gjatë atyre ditëve. Artani tregonte histori nga jeta e tij, por jo versionet e idealizuara që shfaqeshin gjithmonë në revista. Ai tregonte për sfidat reale, dështimet që i paraprin sukseseve, momentet e dyshimit dhe frikës që kur nuk i kishte pranuar publikisht. Dhe Luani dëgjonte gjithçka me vëmendje, ndonjëherë duke bërë pyetje të thella që e befasonin Artanin me pjekurinë e tij. Djali gjithashtu filloi të fliste më shumë për nënën e tij, për mësimet që ajo i kishte dhënë, për ëndrat që ajo kishte për të ardhmen e tij. Ëndra të thjeshta, por të thella, që ai të studionte, të kishte një profesion të denjë, të ishte një njeri i mirë.
Ajo gjithmonë thoshte se nuk kishte rëndësi nëse ai bëhej i pasur apo i varfër, për sa kohë që ruante integritetin e tij të paprekur. Duke dëgjuar këtë, Artani kuptoi diçka themelore. Nëna e Luanit, një grua që me siguri kur nuk kishte pasur shumë më tepër se sa ishte e nevojshme për të mbijetuar, kishte arritur të rriste një djalë më të mirë, më të ndershëm dhe më njerëzor se sa kishte qenë ai vetë gjatë një pjese të madhe të jetës së tij. Ajo i kishte dhënë djalit vlera që të gjitha paratë e botës nuk mund t'i blinin. Dhe Artani i bëri një premtim të heshtur vetes. Kur gjithë kjo të mbaronte, kur e vërteta të dilte në dritë dhe ai të rifitonte vendin e tij në botë, ai do të siguronte që Luani të kishte gjithçka që nëna e tij kishte ëndërruar për të. Jo nga mëshira, jo nga bamirësia, por sepse djali e meritonte. Sepse ai kishte dëshmuar përmes veprimeve të tij të painteresuara se ishte i denjë për të gjitha mundësitë që jeta mund t'i ofronte. Kaluan edhe 3 javë të tjera përgatitjeje të përpikt. Artani tani ishte pothuajse plotësisht i shëruar fizikisht. Dhimbjet ende ekzistonin, por ishin të kontrollueshme. Ai mund të ecte normalisht, të fliste qartë, të mendonte me të njëjtën mbretësi që kishte pasur gjithmonë. Dosja e provave ishte e plotë. Regjistrime audio, dokumente financiare, emaile komprometuese. Gjithçka e organizuar dhe e përgatitur me përpikëri për t'u prezantuar në një mënyrë që ishte e pamundur të kontestohej apo të hidhej poshtë. Kishte ardhur koha për të planifikuar kthimin. Artani donte që të ishte diçka publike, diçka që nuk linte dyshime, diçka që i detyronte tradhtarët të përballeshin me pasojat e veprimeve të tyre para gjithë vendit. Ai vendosi të organizonte një konferencë shtypi, duke thirrur mediat kryesore për atë që do të shpallej si një deklaratë e rëndësishme për të ardhmen e Prifty Grove. Genci dhe Ana me siguri do të merrnin pjesë, duke menduar se do të ishte vetëm një mundësi tjetër për të konsoliduar pozicionin e tyre si liderët e rinj të kompanisë. Nuk do ta kishin idenë se çfarë i priste. Doriani do të ishte përgjegjës për të siguruar që gjithçka të transmetohej drejt për drejt, pa mundësi censure apo ndërprerjeje. Ai tashmë kishte kontaktuar gazetar të besueshëm, duke mbjellë faren se diçka e madhe do të ndodhte, duke siguruar që mbulimi mediatik do të ishte maksimal. Agimi do të kujdesej të ishte i pranishëm, jo vetëm si mbështetje morale, por edhe si dëshmitar. Mjekësor, dikush që mund të dëshmonte për gjendjen e Artanit kur u gjet dhe për trajtimin që ishte i nevojshëm për ta shpëtuar. Dhe Luani, djali që e kishte nisur gjithë këtë me një akt të thjesht mirësie, do të ishte gjithashtu atje. Artani këmbëngulte absolutisht për këtë. Vendi duhej ta njihte atë djalë të jashtëzakonshëm, duhej të dinte se kishte qenë një fëmijë ai që kishte shpëtuar një nga njerëzit më të fuqishëm të vendit kur familja e tij e kishte tradhtuar. Natën para konferencës së programuar, Artani nuk arriti të flinte. Qëndroi zgjuar duke parë tavanin e plasaritur të magazinës që kishte qenë streha e tij për kaq shumë javë. Mendoi për gjithçka që kishte kaluar, se si jeta e tij kishte ndryshuar në mënyrë kaq drastike dhe të papritur. Kishte diçka çliruese në gjithë këtë, kuptoi ai. Po, kishte qenë një përvojë e tmerrshme dhe e dhimbshme. Po, kishte zbuluar tradhti që kur nuk i kishte imagjinuar të ishin të mundshme. Por kishte zbuluar gjithashtu të vërteta për veten, për atë që kishte vërtet rëndësi në jetë, për vlerën e lidhjeve të vërteta njerëzore. Luani flinte pranë tij, i mbështjell me një batanie që e kishte sjell Agimi. Djali kishte një gjumë të qetë, gjumin e dikujt që e di se ka bërë gjën e duhur, të dikujt që mund të pushojë me ndërgjegje të pastër. Artani e shikoi dhe ndjeu një dashuri atërore që nuk e kishte përjetuar kur më parë, as edhe kur mendonte mundësinë për të pasur fëmijë me Anën. Ky djalë ma ndryshoi jetën, mendoi Artani. Më shpëtoi në një mënyrë që shkon shumë përtej fizikes. Më tregoi se ende kishte mirësi në botë, se ende kishte shpresë, se ende kishte arsye për të besuar te njerëzit. Dhe nesër, e gjithë bota do të dinte historinë e Luanit. Vendi do të njihte djalin që shpëtoi Artan Priftin. Dhe Artani do të siguronte që jeta e Luanit të ndryshonte përgjithmonë, në të njëjtën mënyrë si Luani kishte ndryshuar të tijën. Kur dielli lindi atë mëngjes të fundit në magazin, Artani ndjeu një përzierje nervozizmi dhe vendosmërie. Ishte koha për t'u kthyer. Ishte koha për t'u përballur me tradhtarët. Ishte koha për të vënë drejtësinë në vend. Luani u zgjua dhe buzëqeshi kur e pa tashmë të veshur dhe të përgatitur. Djali gjithashtu u rregullua shpejt duke veshur rrobat e reja që Doriani i kishte sjell.
Ishin të thjeshta por dinjitoze, perfekte për rastin. Kam frikë, rrëfeu Luani ndërsa po përgatiteshin të dilnin. Artani u gjunjëzua për të qenë në lartësinë e djalit dhe I vuri duart në supe. Edhe unë kam, Luan. Por frika na paralizon vetëm nëse e lejojmë. Dhe ne nuk do ta lejojmë. Do të shkojmë, do të tregojmë të vërtetën dhe do të tregojmë se e mira ende mund të fitojë. Djali tundi kokën, shpreha e tij u bë më e vendosur. Së bashku, ata dolën nga magazina për herë të fundit. Doriani tashmë I priste me një makinë diskrete. Agimi ishte në sediljen e pasme, nervoz por I përgatitur. Ndërsa automjeti ecte nëpër rrugët e Tiranës drejt vendit të konferencës, Artani shikoi nga dritarja, duke vëzhguar qytetin që aq shpesh e kishte përshkuar pa e parë vërtet. Tani, pas gjithçkaje që kishte kaluar, çdo detaj duke I ndryshe, më real, më domethënës. Loja ishte gati të kthehej. Dhe Artan Prifti ishte gati për ringjalljen e tij. Kapitulli 4, kthimi I së vërtetës. Auditoriumi I Hotel Plaza, në zemër të Tiranës, ishte plot e përplot. Kamera nga të gjitha kanalet kryesore televizive ishin pozicionuar strategjikisht, gati për të kapur çdo moment të asaj që ishte shpallur si një konferencë e rëndësishme për të ardhmen e Prifti Grove. Gazetarët zinin rreshtat e parë, regjistruesit dhe laptopët e tyre gati. Biznesmen, kureshtar dhe madje edhe disa politikan kishin ardhur, të intriguar nga misteri që rrethonte atë ngjarje. Në rreshtat e parë, duke u dalluar për qëndrimin e tyre të përsosur dhe rrobat e zis që ende vishnin, ishin Ana dhe Genc Prifti. Ajo vishte një fustan të zi elegant, diskret por qartësisht I shtrenjtë. Ai vishte një kostum të errët, kravata e rregulluar në mënyrë perfekte. Të dy shfaqnin atë shprehje të solemnitetit të studiuar që e kishin përsosur në javët e fundit, maskën e vejushës dhe vëllait të pikëlluar që kishte mashtruar të gjithë vendin. Genci bisedonte me zë të ulët me Anën, duke spekuluar për arsyen e asaj thirrjeje. Ishin informuar nga avokatët e tyre se ishte e nevojshme të merrnin pjesë, se kishte çështje ligjore që duheshin zgjidhur publikisht në lidhje me trashëgiminë e kompanisë. Asnjëri prej tyre nuk dyshonte për asgjë. Në fund të fundit, Artani ishte përfundimisht jashtë skene. Ata e kishin parë makinën e shkatëruar, kishin organizuar funeralin simbolik, kishin qarë me lot të rem para kamerave. Gjithçka ishte zgjidhur. Ose kështu mendonin ata. Në prapasken, në një dhomë të rezervuar larg syve kureshtar, Artani bënte rregullimet e fundit në prezantimin e tij. Ishte nervoz, nuk mund ta mohonte. Duart I dridheshin lehtë ndërsa rishikonte dokumentet që së shpejti do të prezantonte. Por nuk ishte nervozizëm nga frika. Ishte adrenalina e dikujt që është gati të vërë drejtësinë në vend, energjia pothuajse elektrike që I paraprin një momenti historik. Luani ishte pranë tij, I veshur me rrobat e thjeshta por dinjitoze që Doriani I kishte siguruar. Djali mbante dorën e Artanit, duke I ofruar atë mbështetje të heshtur që ishte bërë kaq thelbësore në javët e fundit. Sytë e tij shkëlqenin me një përzierje ankthi dhe krenarie. Ai e dinte se çfarë do të ndodhte dhe edhe pse I frikësuar, e dinte se ishte gjëja e duhur për të bërë. Doktor Agimi verifikonte për herë të fundit dokumentet mjekësore që dëshmonin gjendjen në të cilën ishte gjetur Artani. Doriani bënte rregullimet e fundit në sistemin e transmetimit, duke siguruar që gjithçka do të transmetohej drejt për drejt pa mundësi ndërprerjeje. Çdo detaj ishte planifikuar me përpikëri. Në orën 3 pasdite saktësisht, dritat e auditorit u zbehën pjesërisht. Një murmurim pritjeje përshkoi sallën. Kamerat u rregulluan, duke u fokusuar në skenën ku ishte vendosur një podium, I rrethuar nga dy ekrane të mëdha ku do të projektoheshin provat. Prezantuesi I eventit, një avokat I kompanisë që nuk kishte dieni për atë që do të ndodhte, u ngjit në skenë dhe filloi fjalimin e tij protokollar, duke falendëruar të gjithë për praninë dhe duke shpjeguar se do të kishte një deklaratë të rëndësishme për të ardhmen e Prifti Grove. Dhe pastaj ai tha fjalët që do ta bënin eventin të hynte në histori. Është me habi dhe gëzim të madh që ju njoftoj se këtë deklaratë do ta bëj dikush që të gjithë ne menduam se e kishim humbur tragjikisht. Zonja dhe zotërinj, me ju, Artan Prifti. Heshtja që pllakosi në auditor ishte absolute. Mund të dëgjojë një gjil për të binte. Askush nuk lëvizte, askush nuk merrte frymë. Të gjithë syt ishin ngulur në anën e skenës, nga ku duhej të dilte folësi. Ana ndjeu zemrën t'i ndalonte.
Duart e saj, që më parë pushonin elegantisht mbi preher, u shtrënguan, thonjt ju futën në pëllëm. Pranë saj, Genci ishte i ngurtë, fytyra e tij humbi çdo ngjyrë. Të dy shkëmbyen një shikim paniku të pastër, por nuk patën kohë të përpunonin se çfarë do të thoshte kjo. Sepse në atë moment, duke ecur me vendosmëri dhe dinjitet, Artan prifti hyri në skenë. Ishte ai. Pa dyshim, pa diskutim ai. Pak më i dobët, me disa shenja të dukshme në fytyrë, por pa dyshim i gjallë dhe i pranishëm. Ai vishte një kostum të thjeshtë por elegant, qëndrimi i tij i drejtë dhe i sigurt. Pranë tij, duke i mbajtur dorën me një guxim mbresëlënës për dikë kaq të ri, ishte Luani. Auditoriumi shpërtheu. Reporterët u ngritën nga karriget e tyre, duke bërtitur pyetje. Kamerat shkrepnin blica pa pushim. Njerëzit qanin, të tjerë bërtisnin nga habia dhe gëzimi. Ishte një kaos i kontrolluar emocionesh intensive. Ana ishte e paralizuar, maska e saj e vejushës perfekte po qahej dukshëm. Genci u përpoq të ngrihej, por këmbët nuk i bindeshin. Ai ra përsëri në karrige, fytyra e tij tani jo vetëm e zbetë, por me një nuancë të gjelbër të përzierjeje. Artani ngriti dorën, duke kërkuar heshtje. U deshën disa minuta, por përfundimisht turma u qetësua mjaftueshëm që ai të mund të fliste. Zëri i tij, kur më në fund doli, ishte i fortë dhe i qartë, i amplifikuar nga sistemi i zërit modern i auditorit. Mirëdita të gjithëve, filloi ai, zëri i tij i ngarkuar me emocion të kontrolluar. E di që prania ime këtu sot shkakton habi. Edhe unë vetë ende e kam të vështirë të besoj se jam gjallë dhe në gjendje të flas me ju. Ai bëri një pauzë, duke i lënë fjalët e tij të depërtonin. Heshtja ishte aq intensive sa mund të dëgjohej zhurma e kamerave. Ju duhet të pyesni veten se ku kam qenë në javët e fundit, si i mbijetova aksidentit që u raportua në shkallë kombëtare. Dhe unë jam këtu sot për t'ju treguar të vërtetën. Të gjithë të vërtetën. Pa lëshime, pa gjysmë fjalë. Artani mori frym thellë, sytë e tij duke skanuar auditorin derisa u ndalën te Ana dhe Genci. Shikimi që u drejtoi nuk ishte i urrëties, por i një trishtimi të thellë të përzier me vendosmëri. Aksidenti që pat në gazeta nuk ishte një aksident, tha ai, dhe e gjithë salla mbajti frymën. Ishte një përpjekje e qëllimshme dhe e planifikuar për të më marrë jetën. Një komplot i përpunuar nga njerëz të cilëve u besoja më shumë se kujtdo tjetër në botë. Kamerat u fokusuan menjëherë te Ana dhe Genci. Të dy ishin dukshëm në shok, Ana duke u përpjekur të ruante një farë qetësie, ndërsa Genci dukej në prag të një kolapsi. Artani i bëri shenjë Dorianit, i cili po kontrollonte prezantimin. Ekrani i parë u ndes, duke shfaqur dokumente të detajuara financiare. Këto janë prova të transfertave bankare të kryera ditë pas ndarjes sime të supozuar nga jeta, shpjegoi Artani, zëri i tij i fortë. Miliona lekë të lëvizura nga llogaritë e kompanisë në llogari personale, në offshore, në kompani fantazmë. E gjithë kjo ndërsa vendi më qante. Gazetarët shkruanin furishëm në bllokët e tyre. Kamerat televizive kapnin çdo detaj të dokumenteve të projektuara. Por ky është vetëm fillimi, vazhdoi Artani. Sepse unë nuk kam ardhur këtu sot vetëm me prova financiare. Kam ardhur me diçka shumë më të fuqishme. Kam ardhur me të vërtetën e zhveshur, të regjistruar me fjalët e vet komplotistëve. Ai i bëri një shenjë tjetër Dorianit. Altoparlantët e auditorit filluan të riprodhonin audion e atij takimi të regjistruar javë më parë. Zëri i Gencit jehoi në përhapësirë, i qartë dhe i pagabueshëm, duke qeshur ndërsa përshkruante sa e lehtë kishte qenë të mashtronte Artanin. Pastaj erdhi zëri i Anës, i ftohtë dhe llogaritës, duke detajuar se si e kishte manipuluar emocionalisht bashkëshortin. Dhe së fundi kujtimi, shoferi, duke rrëfyer detaje teknike se si e kishte sabotuar makinën. Audioja zgjati 10 minuta. 10 minuta që u dukën si një përjetësi. Kur më në fund mbaroi, heshtja në auditor ishte varri. Nuk ishte vetëm shok. Ishte tmerr. Ne veri. Indinjat. Ana kishte fshehur fytyrën mes duarve. Genci ishte përkulur mbi vete, sikur ta kishin goditur me grusht në stomak. Nuk kishte si të mohoj, si të justifikoj. Zërat e tyre i dënonin në mënyrë të pakundërshtueshme. Artani vazhdoi, zëri i tij tani i ngarkuar me një emocion më të thellë. Por kjo histori nuk ka të bëjë vetëm me tradhtin dhe lakmin.
Ka të bëjë gjithashtu me mirësinë, me dëmshurinë, me anën njerëzore që ende ekziston edhe në vendet më të pamundura. Ai u kthye nga Luani, duke i vënë dorën në supë me dashuri dhe krenari. Kur u braktisa në atë rrugë, i lënë për të mos ekzistuar më, unë me të vërtet do të isha shuar po të mos ishte për këtë djalë të jashtëzakonshëm. Luani më gjeti kur unë isha tashmë pa ndjenja, i plagosur rënd, pa shanse reale për të mbijetuar. Dhe ai, një fëmijë që jeton në rrugë, që nuk ka pothuajse asgjë të tijën, vendosi të më ndihmonte. Zëri i Artanit u ndërpre për një moment. Ai pastroi fytin, syt i shkëlqenin nga lotët që nuk përpiqej më t'i fshite. Luani më zvarriti në një stre. U kujdes për mua me aq pak sa kishte. Ndau me mua ushqimin dhe ujin e tij, edhe pse kjo do të thoshte të vuante nga uria. Më pastroi plagët, qëndroi pranë meje ditë e natë, më mbrojti kur isha plotësisht i pambrojtur. Dhe ai e bëri gjithë këtë pa e ditur se kush isha, pa pritur asgjë në këmbim. Ai më shpëtoi thjesht sepse ishte gjëja e duhur për të bërë. Luani po qante në heshtje, lotët i rridhnin nëpër fytyrën e dobët. Por ishin lot emocioni, krenarie, lehtësimi që më në fund po shite të vërtetën të tregoj. Salla ishte plotësisht e zhytur. Shumë gjithashtu qanin. Kishte diçka thellësisht prekse në atë histori, një kontrast brutal mes lakmisë së të fuqishmëve dhe mirësisë së painteresuar të një fëmije. Artani mori një shami dhe fshiu butësisht lotët e Luanit para se të vazhdonte. Ndërsa familja ime komplotonte eliminimin tim për paratë dhe pushtetin që do të lija pas, ishte ky fëmijë që nuk kishte asgjë, ai që më dha gjithçka. Ai më dha shpresë. Më dha arsye për të luftuar. Më tregoi se ende ekziston mirësi e vërtet në botë. Ai u kthye përsëri nga salla, shpreha e tij tani më serioze. Sot nuk kam ardhur këtu vetëm për të ekspozuar një komplot, edhe pse kjo është e nevojshme dhe e drejtë. Kam ardhur gjithashtu për të bërë një njoftim që është më i rëndësishëm se çdo biznes apo transakcion financiar që kam bërë ndonjëherë në gjithë karrierën time. Artani u gjunjëzua pranë Luanit duke u ulur në lartësinë e djalit. Ai i mbajti të dyja duart e djalit duke e parë drejt për drejt në sy. Luan, ti më shpëtove në një mënyrë që shkon shumë përtej fizikes. Ti më tregove se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë. Dhe për këtë, para gjithë këtij vendi, dua të them se ti nuk je vetëm shpëtimtari im. Ti je familja ime. Familja ime e vërtet. Djali dënesi, duke i hedhur krahët rreth Artanit në një përqafim të ngushtë. Biznesmeni e mbështolli, duke e mbajtur fort, duke i lënë lotët e tij më në fund të rridhnin lirshëm. Skena të thyente zemrën. Kamerat kapnin çdo moment, duke e transmetuar në miliona shtëpi në të gjithë Shqipërinë. Nuk kishte asnjë sy të thatë në sallë. Edhe gazetarët e kalitur fshinin fshehurazi fytyrën. Kur më në fund u ndan, Artani u ngrit, ende duke mbajtur dorën e Luanit. Nga sot, vazhdoi ai, Luani do të ketë gjithçka që meriton dhe që nëna e tij e mrekullueshme, e cila fatkeqësisht nuk është më mes nesh, ëndërronte për të. Ai do të ketë arsim, strehim, mundësi. Ai do të mbrohet dhe do të kujdeset jo nga bamirësia, por sepse ai dëshmoi, përmes veprimeve të tij të painteresuara, se është i denjë për të gjitha bekimet që jeta mund t'i ofrojë. Auditoriumi shpërtheu në duartrokitje. Ishte një ovacion në këmbë, spontan dhe i ngrohtë. Të gjithë ishin në këmbë, duke duartrokitur, shumë ende duke qarë. Ishte një moment katarsisi kolektiv, lehtësimi për të parë se ende ekzistonte drejtësi në botë, se e mira mund ta mposhte të keqen. Artani i la duartrokitjet të vazhdonin për disa minuta para se të kërkonte përsëri heshtje. Sa për ata që komplotuan kundër meje, tha ai, duke parë drejt për drejt Anën dhe Gencin, unë nuk kërkoj hakmarrje. Kërkoj drejtësi. Të gjitha provat që prezantova këtu sot u janë dorëzuar autoriteteve kompetente. Nuk jam unë ai që do të vendos për fatin tuaj. Do të jetë ligji. Por dua të dini se, pavarësisht gjithçkaje që bëtë, unë ju fal. Sepse mësova, përmes shembullit të Luanit, se të mbash urrejtje në zemër vetëm helmon shpirtin tënd. Ana më në fund ngriti fytyrën. Ishte e shkatëruar, grimi i saj i prishur nga lotët, i gjithë ai lustër sofistikimi i shpërbër plotësisht. Genci as nuk mund të shikonte vëllain, mbante kokën ulur, supet e përkulura në disfat. Roje sigurie tashmë po lëviznin drejt tyre. Hetuesit që kishin marrë paraprakisht provat ishin të pranishëm në event, gati për të vepruar.
Nuk do të kishte arratisje, nuk do të kishte shpëtim. Artani vazhdoi, zëri I tij tani më I butë, më reflektues. Kjo përvojë më ndryshoi thellësisht. Më tregoi se kisha humbur drejtimin e asaj që ka vërtet rëndësi. Isha aq I përqendruar në ndërtimin e një perandorie sa që harrova të ndërtoja lidhje të vërteta njerëzore. U rrethova me njerëz që ishin të interesuar për atë që kisha, jo për atë që isha. Ai shtrëngoi dorën e Luanit. Por ky djalë më mësoi përsëri vlerën e dëmshurisë, të mirësisë së painteresuar, të besnikërisë së vërtetë. Dhe për këtë, nga sot, jeta dhe puna ime do të kenë një qëllim tjetër. Artani bëri një pauzë, duke I lënë të gjithë të përthithnin fjalët e tij. Do ta rindërtoj Prifty Group mbi parime të reja. Transparencë absolute. Përgjegjësi sociale reale, jo vetëm marketing. Dhe do të krijoj një fondacion të dedikuar posaçërisht për të ndihmuar fëmijët në situatë rruge, fëmijë si Luani që meritojnë mundësi por që shoqëria I ka harruar. Më shumë duartrokitje. Më shumë lodh. Ishte një moment historik, jo vetëm për zbulimin e komplotit, por për premtimin e një transformimi të vërtetë. Artani e përfundoi fjalimin e tij duke parë drejt për drejt kamerat, duke e ditur se miliona po e shikonin. Nëse ka diçka që dua të merrni nga kjo histori, është kjo: kur mos e nënvlerësoni fuqinë e një akti mirësie. Luani më shpëtoi me një gjest të thjeshtë, I shtyr vetëm nga dëmshuria. Dhe ai gjest jo vetëm që më shpëtoi jetën, por transformoi plotësisht atë që jam. Secili prej nesh ka fuqinë të bëjë ndryshimin në jetën e dikujt. Secili prej nesh mund të zgjedhë të jetë drita në errësirën e një personi tjetër. Dhe unë premtoj nga thellësia e zemrës sime se do t'ia kushtoj pjesën tjetër të jetës sime nderimit të dhuratës që Luani më dha. Dhuratën e një shansi të dytë. Ai bëri një përkulje duke mbajtur Luanin pranë tij. Ovacionet që pasuan ishin shurdhuese. Njerëzit qanin hapur, duartrokitnin me forcë, bërtisnin fjalë mbështetjeje dhe inkurajimi. Në ditët që pasuan, historia e Artanit dhe Luanit dominoi të gjitha titujt kryesor. Regjistrimi I konferencës u bë viral, I shpërndar miliona herë në rrjetet sociale. I gjithë vendi debatonte për vlerat, për kuptimin e vërtetë të familjes, për mënyrën se si pushteti dhe parat mund të korruptojnë edhe lidhjet më të shenjta. Ana dhe Genci u akuzuan zyrtarisht. Provat ishin aq të forta sa nuk kishte mundësi për mbrojtje reale. Edhe kujtimi u arrestua, I kapur në fshat ku mendonte se ishte I sigurt. Të tre do të përballeshin me gjykimin për krimet e tyre dhe drejtësia do të ndiqte kursin e saj. Prifty Group kaloi nëpër një ristrukturim të plotë. Artani mori përsëri kontrollin, por këtë herë me një vizion krejtësisht të ndryshëm. Zbatoi politika transparence të paprecedent në botën korporative shqiptare. Krijoi programe të përgjegjësisë sociale që vërtet bënin ndryshim, jo vetëm ekzistonin në letër. Dhe fondacioni që kishte premtuar të krijonte, I pagëzuar fondacioni Shpresa Luan, u bë realitet në kohë rekord. Filloi duke u shërbyer 50 fëmijëve në situatë rruge, duke ofruar strehim, arsim, mbështetje psikologjike dhe aftësim profesional. Në vitin e parë, ky numër u arrit në 200 fëmijë. Në vitin e dytë, 500. Dhe vazhdonte të rritej. Luani, nga ana e tij, lulëzoi në mjedisin e tij të ri. Artani nuk e adoptoi zyrtarisht përmes letrave dhe gjykatave, kjo duke I shumë e ftohtë për lidhjen që ndanin. Por në praktik, në të gjitha aspektet që kishin vërtet rëndësi, Luani ishte djali I tij. Jetonte në shtëpinë e Artanit, studionte në shkollën më të mirë private të Tiranës, kishte të gjitha mundësitë që nëna e tij kishte ëndërruar për të. Por më e rëndësishmja ishte se Luani ruajti thelbin e tij. Ai nuk u la të korruptohej nga pasuria e papritur. Vazhdonte të ishte ai djalë I mirë dhe I dhembshur. Vizitonte rregullisht fondacionin Shpresa Luan, bisedonte me fëmijë të tjerë në situatë rruge, ndante historinë e tij për t'i frymëzuar. Ai e kuptonte, në një mënyrë që pak mund ta bënin, se kishte marrë një mundësi të jashtëzakonshme dhe ndjente përgjegjësinë për ta nderuar atë. Duke ndihmuar të tjerët. Artani vëzhgonte rritjen e Luanit me një krenari që kur nuk e kishte menduar se ishte në gjendje ta ndjente. Shihte djalin duke studiuar me përkushtim, duke bërë miq të vërtet, duke ëndërruar për një të ardhme të ndritur. Dhe çdo natë, kur shkonte për të fjetur, falënderonte në heshtje atë fëmijë të jashtëzakonshëm që e kishte shpëtuar jo vetëm nga vdekja fizike, por edhe nga vdekja shpirtërore që kishte filluar ta konsumonte.
Ata ruajtën zakonin që një herë në muaj të ktheheshin së bashku në atë magazin të braktisur. Nuk ishte më një vend braktisjeje dhe harrese. Artani e kishte bler tokën dhe e kishte shndërruar në një qendër komunitare, duke ofruar shërbime falas për popullsinë më në nevojë të lagjes. Por ai bëri kujdes të ruante një pjesë të ndërtesës origjinale, të konservuar siç ishte, si një memorial i atyre ditëve të vështira por transformuese. Aty u leshin të dy, zakonisht në heshtje, thjesht duke përthithur kuptimin e atij vendi. Aty ishin takuar dy shpirtra të humbur që shpëtuan njëri tjetrin. Aty kishte filluar një miqësi e pamundur që ishte bërë një familje e vërtetë. Në një nga këto takime, gati një vit pas asaj konference historike, Luani e shikoi Artanin dhe i bëri një pyetje që e kishte ruajtur prej kohësh. A mendon se jeta jote do të ishte më e mirë nëse asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur? Nëse përpjekja për të marrë jetën nuk do të ishte bërë kurrë? Artani mendoi për një moment të gjatë para se të përgjigjej. Ishte një pyetje komplekse, e ngarkuar me shtresa kuptimi. Jo, u përgjigj ai më në fund. Nuk mendoj. Sepse nëse asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur, unë me siguri do të vazhdoja të jetoja atë jetë të zbrazët, i rrethuar nga njerëz të rrem, plotësisht i shkëputur nga ajo që ka vërtet rëndësi. Unë kurrë nuk do të kisha njohur. Kurrë nuk do të kisha mësuar mësimet që mësova. Kurrë nuk do të isha transformuar në personin që jam sot. Ai i vuri dorën në supë Luanit. Ajo përvojë e tmerrshme më dha dhuratën më të madhe që kam marrë ndonjëherë, ty dhe përmes teje rizbulova humanizmin tim. Luani buzëqeshi, atë buzëqeshje të ndrojtur por të sinqert që Artani kishte mësuar ta vlerësonte kaq shumë. Mami im thoshte se ndonjëherë Zoti lejon që gjëra të këqija të ndodhin në mënyrë që gjëra të mira të mund të lindin. Mendoj se ajo kishte të drejtë. Artani tundi kokën, duke ndjerë sytë t'i digjnin nga lotët që nuk kishte më turp t'i linte të rridhnin. Nëna jote ishte një grua shumë e mençur, Luan. Dhe ajo rriti një djalë të jashtëzakonshëm. Unë vetëm dëshiroj që ajo të mund të shihte burrin e mrekullueshëm që po bëhesh. Ata qëndruan atje për disa orë të tjera, duke biseduar për gjithçka dhe asgjë, duke planifikuar të ardhmen, duke kujtuar të kaluarën, thjesht duke shijuar shoqërinë e njëri tjetrit. Kur më në fund u larguan, dielli tashmë po perëndonte mbi Tiranë, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe rozë. Dhe ndërsa ecnin së bashku drejt makinës, baba e bir jo nga gjaku, por nga zgjedhja dhe dashuria, Artani mendoi se sa e çuditshme dhe e mrekullueshme ishte jeta. Si momentet më të këqija mund të çojnë të më të mirat. Si errësira më e thellë mund të zbulojë dritën më të ndritshme. Si një akt i thjesht mirësie mund të ndryshojë jo vetëm një jetë, por të krijojë valë transformimi që prekin njerëz të tjerë të panumër. Ana dhe Genci ishin përpjekur t'i merrnin gjithçka. Dhe ironikisht, duke e bërë këtë, i kishin dhënë diçka që të gjitha paratë dhe pushteti i tij kurrë nuk kishin arritur ta blinin, një familje të vërtetë, një qëllim real dhe një jetë që ja vlente të jetojë. Historia e Artan Priftit dhe Luan Gashit, siç filluan t'i quanin gazetat, u bë legjendare. Ishte tema e dokumentarëve, artikujve, madje edhe e një filmi që mblodhi fonde për fondacionin Shpresa Luan. Por për dy protagonistët nuk ishte një histori. Ishte thjesht jeta e tyre, e ndërthurur në mënyrë të papritur por thellësisht domethënëse. Vite më vonë, kur Luani ishte tashmë një i ri i rritur që studionte mjekësi me qëllim për të ndihmuar komunitetet në nevojë, ai do të shikonte prapa dhe do të kuptonte plotësisht madhështinë e asaj që kishte ndodhur. Nuk kishte shpëtuar vetëm një njeri atë natë me shi. Kishte shpëtuar edhe veten, duke e nxjerrë nga një ardhme potencialisht e errët dhe duke hapur dyert për mundësi që kurrë nuk i kishte imagjinuar të ishin të mundshme. Dhe Artani, duke parë Luanin të diplomohej, duke e parë të bëhej mjeku i dhembshur dhe i përkushtuar që ëndërronte të ishte, ndjente zemrën t'i mbushej me mirënjohje. Mirënjohje për atë djalë të jashtëzakonshëm. Mirënjohje për shansin e dytë që jeta i kishte dhënë. Mirënjohje që kishte mësuar, edhe pse në mënyrën më të dhimbshme të mundshme, se vlera e vërtetë e një personi nuk qëndron në atë sa zotëron, por në atë sa është i gatshëm të javë. Magazina ku filloi gjithçka mbeti si një kujtesë fizike e atij transformimi. Dhe në ditët kur si Artani ashtu edhe Luani ndiheshin të mbingarkuar nga sfidat e jetës, ishte atje ku ktheheshin. U leshin në të njëjtin cep ku Luani ishte kujdesur për Artanin gjatë atyre netëve të para të tmerrshme, dhe kujtonin se i kishin mbijetuar më të keqes. Dhe nëse i kishin mbijetuar asaj, mund t'i mbijetonin çdo gjëje.
Sepse në fund, ajo histori nuk ishte për tradhtin apo hakmarrjen. Ishte për shpengimin. Ishte për mënyrën se si dashuria dhe mirësia mund të lindin në vendet më të pamundura. Ishte për mënyrën se si një fëmijë pa asgjë i mësoi një njeriu që kishte gjithçka për atë që ka vërtet rëndësi. Dhe ai mësim, i transmetuar përmes aktit të thjeshtë të një fëmije që ndihmon një të huaj në një natë me shi, do të jehonte për breza, duke frymëzuar njerëz të tjerë të panumër të zgjidhnin dëmshurinë në vend të indiferencës, mirësinë në vend të mizorisë, dashurinë në vend të egoizmit. Perandoria e Artan Priftit do të vazhdonte të ekzistonte dhe të lulëzonte, por tani e ndërtuar mbi themele krejtësisht të ndryshme. Dhe pranë tij, duke udhëhequr vendimet e tij, duke i kujtuar gjithmonë se çfarë ka vërtet rëndësi, do të ishte Luani, djali që shpëtoi shumë më tepër se një jetë atë natë me shi. Sepse ndonjëherë pasuria e vërtet nuk gjendet në arkat e një banke. Gjendet në lidhjet që krijojmë, në jetët që prekim, në dashurinë që ndajmë. Dhe në këtë aspekt, Artan Prifti ishte bërë njeriu më i pasur në botë.